ka vend shime. E po, për kalciumin kapaku gjithmonë është i hapur. E për ne? E kush do t'u thoshte jo proteinave? Gushto, brenda po vjen vitamina D dhe omega 3. Të gjitha të mirat e peshkut janë renditur si sardele në konservë. Vetëm peshk, krip dhe vaj. Eva dhe Mirela Sardelet. Përshëndetje dhe një herë tjetër nga vendi I cili bashkon Jonin dhe Adriatikun, edhe pse ne jemi në Vlorë, jemi tek Marina Bay dhe Marina Bay më shumë mahet me detin Jon. Kështu që përshëndetje nga Joni konkretisht. Gëzohem shumë që po takohemi sërish edhe në një tjetër edicion. Edhe sonte do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi recetë të veçantë dhe do të kemi gjithçka të bukur siç kemi pas edhe në edicionet e kaluara. Për të mos humbur kohë, sepse kemi shumë materiale të cilat do i ndaj me ju dhe do kemi intervistë me personazhe, do të shkojmë të shohim se çfarë do të na përgatis sot kuzhinieri I restorant Marina, Sajmir Hoxha. Sajmir, përshëndetje. Përshëndetje. Si je dhe si po kalon? Mirë, po ndihem shumë mirë. Çka do të na përgatisësh sot? Kemi përgatitur një filet të lavraku, të shoqëruar me sardelet tuaja, se s'pun. Po, janë sardelet nga Eva. Kemi përdorur vegeta maestro, erëzat të ndryshme, kemi përdorur kaperi, sepse jemi në mesdhe dhe normalisht të përdorim produkte mesdhetare. Kemi përdorur limonin që kemi të zonës, avokadon, për t'i dhënë freski, edhe ka për dalë një pjatë shumë e mrekullueshme. Sa kohë merr? Kemi përgatitur një sallat me sardelet, pomodorini kaperi, edhe borzilok. Edhe sa kohë merr përgatitja e kësaj recete? Tek 15 dhe në 20 minuta është e përfunduar si recetë. Me çka shoqërohet zakonisht? Një gotë verë ose me një gotë verë të bardhë, edhe me të pamje të mrekullueshme. Faleminderit shumë, Sajmir, dëshiroj punë të mbar. I ke produktet fantastike nga Podravka, kemi tuna, kemi sardele, kemi gjithçka që na nevojitet për ta nxjerrë një produkt perfekt, sigurisht që pa vajin floil nuk bëhet asgjë. Gjalpin, po ashtu? Po, sigurisht. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë është momenti të ftojmë mysafirin për ditën e sotme, për këtë edicion. Kush është, si gjithmonë, zbulojmë bashkë. Shkojmë ta marrim. Sine, faleminderit edhe njerë që gjete kohë për me ardhë në intervistë tek Peshku I Artë. Jemi në kohë pushimesh edhe tregom ku I kalon pushimet zakonisht, preferon Jonin Adriatikun sepse jemi në mes, apo zgjedh me një bregdet tjetër? Varet si mas kërkesës, varet ku mblidhet shoqëria, ku vendosen, po Joni është I preferuar, normalisht, imi për gjithë shqiptarëve. Jeni person që përshtateni me që e thu varësisht kërkesës? Normalisht përshtatem. Se keni problem? Ne kemi vite që I vizitojmë të vendin, në herë kemi dëshirë ta ndrojmë, po prap s'na ikën zemra dhe shpirti nga veni jon, se veni jon është më I bukur në botë. Po pra, edhe unë pajtojmë plotësisht. Sidomos Vlora, që më ka rastisur sot ditë në qëndruma gjatë dhe kemi pa më shumë. Sa më shumë I bredh vendet e huaja, është më shumë e kupton çfarë vlerash ka vendi jot. Edhe normalisht është mirë kur I bredh vendet e huaja, sepse kështu bën diferencën. Ne shoqërizotit kemi të gjitha të mira, kemi edhe detin, kemi edhe malin, kemi edhe fushën. Kemi të gjitha, kemi shumë vende të pasura. Zakonisht me kë I bën pushimet? E ke me shoqërinë apo I ke dy lloj? Domethënë dikur me shoqërinë, po tani me familjen më shumë, po edhe shoqërinë nuk ngelet mamut, edhe versioni me shoqërinë se ka bukurinë e vet, edhe pjesa me shoqërinë, po më shumë me familjen, me nosën, me vajzën. E kemi pak nxehtë stine, kemi nevojë me u fresku. Unë po të shërbej një birë Lashko, që është më e preferuara e këtyre ditëve. Absolutisht, po, më kënaqësi. Jeni adhuruesi pijeve alkoolike? Po. Shumë? Shumë. Me rastave, se në herë të den muhabeti më shumë se alkooli. Ose më kesh alkool në shtëpi, s'pi asnjëherë, po. Kur je shoqëri të mirë, po normal. Kur ja vlen? Hajde gëzuar, edhe sukses edhe pushime të mbara. Me një sola, ice pushime të mbara juve dhe gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë, gëzuar. Stine,
Jeni përgatitur për stinën e verës, tashmë jemi në sezon dhe a jeni i kënaqur me këtë vit për faktin se kaluan 2 vite që pandemia na ndau nga puna, nga aktivitetet, nga gjithçka. Sa jeni të kënaqur me rikthimin në realitet? Rikthimi ka qenë shumë i fuqishëm edhe shumë i bukur sepse në kohë pandemie njerëzit, domethënë duke nisë dhe nga vete, patëm kohë që edhe të reflektojmë pak. Përpos gjërave të këqija që kishte pandemia, por kishte edhe sa gjëra të mira. Jo vetëm unë, por çdo kush pati mundësinë të reflektoj pak. Të shohë çka kam vlerë me vërtet gjërat në jetë. Jo vetëm gjërat parimore. Dhe për ne ka qenë shumë i bukur, për shembull kam qenë shumë kreativ, jam në përfundim të albumit, punë ditësh presim me nxjerr dhe çuditërisht një fenomen ka bërë përshtypje sepse në kohë pandemie kemi pas më shumë kërkesa për këngë, se unë kam edhe studion. Po. Më shumë kërkesa për këngë se sa në një kohë para pandemisë, ku artistët kishin koncerte dhe s'kishin kohë më me vete. Disi me kalu pandemin, si ne. Absolutisht, po jo, flas dhe nga kërkesat e njerëzve. Kupton, edhe kemi pas me vërtet shumë punë, plus edhe vetu angazhova me albumin, se kam qeftar rikthej edhe një album tjetër. Pse album? Më duket se dikur ka qenë koha e albumeve që secili artist ka punu, mandej ka qenë një pauzë që ka nxjerrë singla më shumë se sa kështu ose ndonjë bashkëpunim. Shumë herë të pyetje, po. Po unë mendoj që pjesa e albumi është mënyra më e mirë për të prezantuar një artist për vlerat, vërtet çfarë vlerash ka. Edhe puna e albumit është edhe me mundësi, unë kam mundësi ta bëj ndaj edhe e bëj. Nuk është të përjashtohet fakti dhe fenomeni i singlave, po në album ke disa singla, nuk ke vetëm një. Kjo që mund të tregosh disa temperamente këngësh për shihet ndryshme, sepse edhe shihet janë relative. Domethënë dikush pëlqen një X këngë, dikush tjetër pëlqen një këngë tjetër. Kur sjell gjitha në album, u plotson çepin zgjidhur njëkohësisht. Edhe jam çik më të vjetër, unë jam çik më të old school-in, e kupton? Megjithatë, jo të gjithë kanë interesim të shprehin vlera. Ka artist ose këngëtar cilët kanë interesim më shumë të fitojnë para se sa të shprehin vlera. Kështu që unë kam qenë gjithmonë unë dua gjithmonë rrugën e vështirë, nuk dua rrugën e thjeshtë. Nuk më intrigon rruga e thjeshtë, dua gjithmonë atë rrugën e vështirë. Më mirë bëj një album se sa i këngë. Do të ketë bashkëpunime në album sepse së fundmi ose këtë vit keni pas bashkëpunime me Aurel Agaçën, me artistë të tjerë. Nuk kemi pas edhe do kemi prapë, sepse gjithmonë me artistë që kam vlerë, normalisht edhe që ne du me bo artë mbi të gjitha. Kush janë artistët me cilët ke bashkëpunime? Tek albumi? Po, ato që kemi bërë dijen, kurse ato tjera dhe i lejmë surprizët, po i thash gjitha të ashtë se marrin njëzit albumi. Okej. Po, ka bashkëpunime të mija, shumë të mija. I kemi përshtat fix me këngë. Sa jeni i kënaqur me projektet që i keni lansu këtë vit, Stine? Cili ka qenë feedbacku që jam shumë i kënaqur. Feedbacku ka qenë më shumë se që prisja, sepse nga një kohë pauze normalisht është shumë e vështirë të rikthesh se sa t'ja fillosh nga fillimi. Dhe feedbacku ka qenë super sepse gjëja e parë është dashuria që merr nga njerëzit që reagojnë dhe shkruajnë sa bukur, sa mirë, shqyqysh u riktheve. Plus edhe kënaqësia që ti bën një punë dhe në fund ditës ajo punë del dhe vlerësohet, domethënë shumë e bukur. Merret benefitin, e këndon koncert dhe e këndon gjithë publiku me ty. E thatë se është vështirë të rikthesh nga një pauzë, po tregon fillimisht pse u shkëpute, çka ndodhi? Kishe nevojë për me pushu apo kishte ndonjë arsye tjetër? Jo, asnjë arsye tjetër, përveç se vetëm ajo që më bezdisën në atë moment ishte fama. Domethënë fama, po. Fama, domethënë nga eksperienca ime, por dhe shumë njerëz e lexojnë këtë në aparencë, por nuk e kuptojnë që fama është mashtrimi më i madh që i ndodh njerëzve. Është mashtrimi më i madh. Ti rre prej famës apo nuk deshet bie prej famës edhe u tërhoqe? Nuk dohet bie prej famës, sepse fama është shumë e bukur, ne luftojmë për ta bërë fama, por kur ja ti sipër, e kupton që je me 200 veta rreth e qark dhe je shumë vetëm. Kështu që unë kam qenë këtë me kom tokë dhe dua ta shfrytëzoj famën aq sa më duhet mua, jo për marrë fama para mua. Je i kënaqur me kontekstin e famës cilën ti e ke fitu, sepse njerëzit bëhen të famshëm në mënyra të ndryshme. Absolutisht, po. Unë e kam fitu me merita, sepse ajo është edhe dëshira si doja ta fitoja famën, se famë bën në çdo lloj mënyre, mund të bësh edhe me lloj budalliqesh, po mënyra se unë e mora famën është shumë e bukur. Por atë si shtatar dua ta shfrytëzoj deri aty ku unë dëshiroj ta shfrytëzoj, jo të shfrytëzoj famën mua, ose të marris përsipër. Edhe si ndikoi kjo periudhë e tërheqjes nga tregu muzikor? Ishte zgjedhja më e bukur që mund të kem bërë në jetën time. Sa gjatë ishte? Në 5 vjeçar. 5 vjeçar. Shumë. Kogja shumë.
Qa ke bo gjatë kësaj periude e kohore? Ja marrë me Je të muzikë. rjek ndoshta kështu, po ke punu mbrapa? Kam qenë më aktiv se kur isha i famshëm, kur isha vetë në teren. Po thjesht bëja prodhime për tjerët edhe kompozoja dhe gjëra për vende, por që nuk i publikoja. Thjesht kisha qef ta shikoja situatën e si publik, se shumë e bukur. Domethënë, situata aty është thjesht do të ndrosh këndvështrimin, që të kuptosh, rrugullosh se gjëra për herën tjetër. Thjesht më i përgatit për herën tjetër. Kështu më ka bërë shumë mirë, ka qenë zgjedhje e dur, se shumë vetëm ma thoshin çdo ditë, po valla, çfarë tu po pse? Edhe u shpjegoja shumë herë se kuptonin pse, se njerëzit vujnë për të bërë famë, po normalisht duket që ke çuditshme që ti bësh hapa mbrapsht, hapa back. A mendon se një artist duhet gjej një periudhë kohore, sikurse ju që e keni gjetë, të tërhiqet pak dhe pastaj të rikthehet? Absolutisht, po gjë më e bukur. Kjo tërheqja i bën dëm apo i bën i shërben për të mirë? Ai bën shumë mirë ose bën momentin e dur, sepse edhe ti je gjithkohës në front, bësh i bajatshëm i themin, i bezdisshëm ose bësh konsumohesh, kupton? Edhe shumë mirë të bësh dy hapa mbrapa. Domethënë, edhe mbretërit e lashtë ndonjëherë bëshin pushtonin vende, pastaj thoshin të bëjmë një tërheqje mbrapa se vetëm duke pushtuar dhe nuk. Po sepse është dashur me mbledh municion, me u përgatitur me strategji. Municion edhe mund të digjesh nga një popull që s'u merrte menja. Që thash më mirë bëjmë dy hapa mbrapa se edhe reflektojmë. Njëri duhet të reflektojë. Është më tepër në art që je gjithë kohës në vëmendje dhe je shembull për shumë njerëz. Se të den fama pak. E kuptoj. Të den më ke sa alkooli. Çfarëdo që gatuan, lakër polake, gullash hungarez, apo qofte suedeze, dëshiron të ketë një shije të përkryer. Shtojca numër 1 e gjellrave në Evropë, Vegeta, shija është në vend të parë. Takimi me babën. Ka dalje për zemër, ose u vetën që shtu para babës. Pas jam gati për këto farë punë që i zemër. Pas 10 minutave të sikletshme. Zemër, ku me të bre baba? Qëtash vjen bre zemër, zvonohet. Baba këtu. Lashko. Ju që doni me nis ditën shpejt. Juve që ju shkon puna vaj. Ju që keni të rash gjellën ka hmot. Që na mësuat t'jemi të zot. Për ju që dini me ambëlsu. Mirë e mirë me t'hollu. Që kërkoni të merrni më të mirën për ju. Melodi e shpejt, shtrihet cilët. Melodi e shpejt, që po më push me jet. Baj vloj. Gatuaj me më të mirin. Dacia Jogger me 7 ulse. Ska vend, s'na nxen, jena kallabla. Nuk ekzistojnë për Jogger. I juaj prej vetëm 177 euro në muaj. Automita. Nisja marrë mirë, ndryshë gjëra qysht kesh qef. Merë kredi individuale deri në 50.000 euro me kozgjatje deri në 10 vjetë, pa hipotek dhe pa garantues. Banka Ekonomike, mendon për ty. Prej sot, keri full e barku plot. Pika më e re në Arlat nga IP Petrol dhe Hap's Fried Chicken është ndalesa e fundit për me hangër e me pi, se s'ki kunalisht deri në Shqipni. Tash e tutje kur niseni për rrugë, s'keni çka mendoni për derivate e ushqim. IP Petrol ju ofron zbritje për derivate, e Hap's Fried Chicken shumë oferta me shije të mrekullueshme, ku për herë të parë edhe shërbimin drive-thru e edhe Hap's Bakery. IP Petrol dhe Hap's Fried Çdo ditë
Ti do që ti bësh gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme. Të biesh në sy, të gatuash darkën, të eksperimentosh, të kursesh kohën, të kalosh kohën, të kapësh momentin, por gjithçka ne themi hajde. Jemi këtu që ti bësh gjërat akoma më mirë. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Nëse jeni duke kërkuar për bukurinë natyrore dhe me këpritit të ngrohtë, plot me energji, freski, diell, shkëlqim, bëni zgjedhje të natyrshme. Green Coast Resort and Residences, mundësia e artë për pushimet tuaja verore. Rezervo në 069 20 45 433. Këtjell, të motivon, të freskon, të shëllodh, të mbush energji. Red Rain, boost your energy. Patos, vazhdon edhe me një lojë shpërblyese. Shkarko aplikacionin Patos, skano kuponin që gjen brenda paketimit dhe sille rrotën për të fituar. Premi kryesore: 3 iPhone 13 Pro, 3 Sony PlayStation Pass, 2 skutera elektrik dhe një motor me 4 rrota ATV. Sille rrotulloje, dhuratën fitoje. Patos bon. Patos. Gjatë asaj periudhe që ti tërhiqesh, jo ti konkretisht, po se cili do artist, sidomos me një periudhë ka gjatë, 5 vjeçare, pastaj po dalin artistrin. A nuk keni frikë se ata e marrin tregun edhe... No, s'ka lidhe. Një artist që ka talent dhe ka vetbesim, ke vetja, se çdo gjë është me vetbesim. Nëse ti ke vetbesim, edhe mësoni rrugën për të ngjitur atë sipër, nëse ke mësuar rrugën do të ngjitet gjithmonë sa duhesh ti. Dhe puna e artistëve të rinj normalisht është cikël. Çdo vit do dalin artistë të tjerë dhe shumë mirë që dalin, sepse sa më shumë dalin dhe aq më shumë talentum dalin, aq më mirë bëhet cilësia e nxjerrjeve të këngëve, sepse konkurenca bën cilësi. Shumë mirë është. Po çdo kush e ka vendin e vet. Tregu është aq i madh, nuk po hypim më sipër, vetëm në jug ke aq shumë klabe se që ka vend për të gjithë, kështu që s'ka pse të mërzit askush. Apo të pëlqen tregu aktualisht, me që jemi te talentet e ri, është bërë një farë miksi, ka ndalë me vërtet talent të ndryshëm. Nuk është ngelet ke... Ose artist ndryshëm, ose këngëtar. Nuk është ngelet për ta thënë unë më pëlqen apo s'më pëlqen. Ideja është që çdo kush duhet përshtatet. Nëse ditë përshtatesh, sido që të ndroj koha. Sot jemi në kohën e TikTokut, dishim kohën e festivaleve. Mas sa vitesh, në të ardhmen do kemi kohë tjetër. Nëse dikush arrit përshtatet, s'do ketë probleme me ndrimin e teknikës edhe të tregut. Tregu është ky, ne përshtatemi. Edhe tregu përshtatet me ne. Se edhe ne si jemi aq të thjeshtë, sa ç'dukemi. I përmende festivalet, keni marrë pjesë në festivale në të kaluarën. Po e pi me shishën, s'ka problem. Jo, s'ka dër, ty të lejohet. Mua shumë pëlqen. Ose se prishet make-upi. Mua shumë pëlqen me pi me shishë. Ti çdo që ti dihesh rehat. Me rëndësi me pas shien e mirë brenda, s'ka rëndësi si sheti. Shumë mirë. Keni qenë pjesë e festivale Vistine edhe së fundmi po bëhen festivale, nganjëherë po kritikohen, nganjëherë po komentohen pozitivisht, si po i sheh ti festivalet në ditët e sotme? Të them drejtën, me festivalet jam shkput që nga 2015, sepse po e di. Kam eksperiencë të keqe në mënyrën se si organizojnë festivalet, sepse i bëjnë dealet dhe i caktojnë fituesit që pa fillu festivali. E kuptoj. Dhe që momentin që ekziston kjo gjë. Është me të vërtetë kështu? Është me të vërtetë, unë e di se çfarë ndodh në background. Unë ndaj s'marr pjesë. Domethënë kur nuk e dija se si ndodhte, merrsha pjesë. A janë kështu të gjitha festivalet sepse i kemi disa megjithatë. Nuk du të bëj dhe avokatin e djallit tu tani, por them se po, kam kështu paktën me ai sa di unë, domethënë nuk ka konkurrencë të vërtetë, domethënë caktojnë gjërat, është bë monopol. Dhe që momentin që unë si artist nuk e di që aty brenda s'ka konkurrencë dhe ka deale, s'u di ta gjej dhe mënyrën e dealit, por nuk më pëlqen ajo, se tek e formimi të bëj muzikë. Që momentin që e di që s'ka konkurrencë, çdo gjë është kopsit aty. Kopsit i themin çdo gjë është sistemu, se si do të funksionojë, do më shbë skenari. Aty për mua nuk është më interesant, kështu që kam zgjedhur të rrugën tjetër. Prodhojmë vetë, bëjmë video vetë.
Edhe publikojmë në YouTube, nuk na gjykon askush, s'na predikon askush. Kush do me gjetë këngën e X-it, këngën time, ose këngët e mia ose të studios time, i gjen në YouTube edhe shnet. Se të del një uri aty që s'ja ka iden fare, dhe gjykon, jo mu, po gjykon shumë artista të ri. Edhe kur s'ka marrë pjesë i kam pa padrejtësisë që janë bërë të bëna. Kështu që domethënë jetoj gjithmonë me shpresë. Shpresa është e që vdes e fundit. Dhe mendoj që një ditë do rregullohet kjo, por momentin është pak kritike situata. Është komentuar shumë këtë vit një festival, në fakt më shumë është komentuar pjesëmarrja e Shqipërisë në atë festival, sesa vetë festivali, bëhet fjalë për Ronela. Me këtë pjesë nuk merr, nuk më intereson. Qëse s'do ishte Ronela, do ishte një Ronel tjetër. Kjo s'më intereson, por mu Ronela ka dhënë maksimumin, ka bën më të mirën e të mundshme që ishte. Tani pjesa se çka këngë do të shkote aty është pikërisht kjo uria që do të kishte absolut më mirë aty në atë moment që mos kishim këto gjëra. Mendon se do të ishte dash të japin si të mirë. Po nuk e di atë pjesë, nuk është s'është kam qenë kompetent unë aty. Domethënë për mua s'më intereson fare, as nuk e kam ndjek fare, as më intereson. Unë duhet, domethënë më vjen mirë që shkoj një artist e re, se deri para 2-3 vjetësh po shkonin artistë që ishin shumë të ngelur mrapa me update-in e muzikës, me muzikave në përbërë. Sipas jush, nuk po të pyes kush është artisti ideal që duhet ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, nuk po të pyes nëse duhet jetë nga Kosova, nga Shqipëria apo ndonjë shqiptar i Maqedonisë së Veriut, po të pyes për muzikën, për cilësinë e saj dhe për cilin lloj të muzikës, me cilin lloj të muzikës do duhej Shqipëria të përfaqësojë vetveten e saj në fakt të marrë pjesë në Eurovision. Nuk është e caktuar me thik kjo pjesë. Po e kuptoj që nuk është e caktuar, po sipas jush. Kjo është ndjesi. Po të kishit ju mundësi të, po të ishit ju pjesë e juris dhe të vendosnit. Ose ndonjë për të mundësi me bëj këngë për festival, unë mbi të gjitha do mbroja vendin tim dhe trojet e mia, që do thotë, do bëj një këngë të përfaqësohet muzikën time, vëlla. S'kam pse të marr muzikën e një shteti tjetër kur kam vendin tim aq të pasur me tinguj. Ne kemi shumë vegle që ne si përdorim fare në Eurovision. Pse? Në festival në radhë parë, pastaj me dalë në Eurovision. E kuptoj. Unë do mbroja trevat e mia, vëlla. Kemi shifteline, vëlla, shumë e bukur. Çfarë po duhet ty një vegël tjetër që s'është e jona? I përmendëm më herët vlerat edhe besoj jeni edhe ju i mendimit njëjtë që këngët ose krijimet e ditëve të sotme jo që nuk kanë vlera, se secili projekt cili ti përkushtohesh, cili do artist ka vlera, sepse ai po i përkushtohet, po bën megjithatë diçka. Po nuk janë këngë cilat i mbijetojnë, cilat zgjasin edhe mbeten në histori të tregut muzikor. Ka këngë që janë sezonale, përfundojnë aty edhe ndoshta është shumë e vërtet, po ta shohësh tamam, po ta shohësh në një këndvështrim tjetër, edhe jeta është nuk është edhe memorjet tona nuk është të ngelin shumë gjëra. Për shembull, ti po të hapësh TikTokun ose Instagramin, se 3 sekonda jep aty nga jeta jote dhe tak shkon ke tjetra. Le të boja një muj klip apo këngë, kupton? Normalisht çdo gjë është konsum tani. Për këngë që ngelen, pastaj aty është ndjesia, domethënë edhe unë kur kam bërë një këngë që sot e kësaj dite ma kërkojnë prap, nuk është se e kam ditë që këngë do ngelet. Ai ndoshta për në atë moment kur kam bërë albumin, ai ka qenë me ndyshje apo do ta fus në album apo jo. E kuptoj. Sot ka ngel, domethënë ajo duhet vinë natyrshëm, domethënë është ndjesia, nuk s'ka gjëra fikse që ta ndajnë atë gjë. Edhe një producent u shkon në studio dhe më thotë që te e ke hit. Edhe ai vetë nuk e di as hite. Sepse ajo këngë bëhet kur del jashtë asaj studie. Për ta përqafon publiku, dhe atëherë e kupton është hit apo jo. Ti mund thosh është hit kur del jashtë se pëlqej asnjë. Dhe ana sjellas, tu ta nxjerrë këtë këngë s'kam çfarë bëj dhe fund fare, kur del jashtë është aty që ka plas. Asnjë nuk e din, gënjen producentët që thonë kjo është mega hit, merres është. Cila këngë sipas shijes tuaj gjithmonë i ka mbijetu kohës? Cila është kënga që Ishe ti. Shumë këngë kam, shumë kënga mia i kanë rezistuar kohës, po Ishe ti është duke sikur më përfaqëson. A ke ndonjë këngë që ke qenë në e tha që kemi qenë në mëdyshje ta pus këtë ose këtë në album, po kështu me qenë pishman pse e ke publikuar ndoshta. Vetëm gjë që ka qenë ndyshe ka qenë domethënë që ka ndodhur para se unë bëhesha i famshëm, ka qenë Ishe tia, se kisha albumin gati. Edhe Ishe tia ishte një këngë që ishte pak e re për atë kohë. Edhe miqtë e mi, son normalisht miqtë e ngushtë do pyesja. Miqtë e mi nuk ishin parë ndonjëherë me atë stili dhe fillon duke e parë gjyku. Më thonë, nes nuk është stili jo, se unë kërcej atëherë kisha këngët energjike. Edhe më mirë mos e nxjerr, edhe me vërtet më futën në trip, po thash jo, kisha besim, thash jo do ta fus, s'ka problem. E ndjeja shumë atë këngë. Edhe këngë tjera që i kam nxjerrë nuk e kam pas me pishman, se
çdo këngë që e kam bërë me dashuri, nuk e kam bërë me idenë që ta provoj këtë. E kam ndier këngën që e kam bërë. Edhe i kam se i shkruaj vetë, i bëj vetë. Por unë besoj shumë ke ndjesia. Besoj shumë ke ndjesia. Mirë, përveç anës profesionale, flasim pak jo shumë, sepse zakonisht artistëve nuk ju pëlqen të fokusohen te jeta e tyre, po te puna që bëjnë, sepse ata punojnë dhe krijojnë për të tjerët. Jeni baba i një vajze, si është me qenë baba, edhe ç'mosh ka vajza, çfarë raporti ke me të, si shkon jeta në festesën e babait? Unë jam babai më i lumtur në botë, do thoshte ja thënë shumë vete, po unë jam vërtet babai më i lumtur në botë dhe jam shumë i lumtur që jam bë prind dhe që jam një familjar. Mundohem të jemi devotshëm. Se fëmia do kohën mbi të gjitha është. Po edhe kohën ose i ka dhënë gjithçka. Se gjithë tjetër nuk besoj se i mungon. Edhe është shumë e bukur. Shumë e bukur të shpreh. Sa kalon kohë me të dhe a ka ndonjë aktivitet më të veçantë me cilin e kaloni kohën kur jeni bashkë? Ajo domethënë që tani i ka tregu instinktet e veta që është një artiste e kompletuar, se dhe Nusja është këngëtare normalisht. Ka marrë nga të dy, po do më thënë që mosh më të vogël e këndote Johnny jes papa me këndote e fiks në notën originale. Edhe unë e këndoj, po jo me notë. Ne, sa e kapte fiks në abisë, do më thënë, kërë ishte me vogël. Plus, do më thënë, për punën e kohës, sa që më gjerit gjatë ditës, sa që më gjerit një hapësirë, që se unë e kam punën, jam i vetë punëson, si me thënë, më ta gjekon sa që dua, gjithmonë me përgjësin edhe korekt në punë. Në që momentin që gjej një hapësirë, duhet ta kaloj me vajzën time, sepse është gjëja më e bukur që mund të bëj. Është anti-stres dhe relax. Stine, për të kaluar tek peshku i nxehtë, juve ju nevojitet kohë të përgatiteni psiqikisht dhe emocionalisht, të përgjigjeni disa pyetjeve të nxehta, aq sa mund të jenë të nxehta. Ne do të ndjekim një material i cili ka të bëjë me dy destinacione që sot i kemi vizituar në qytetin e Vlorës, bëhet fjalë për manastirin e Zvërnecit dhe për qytetin e vjetër dhe një herë të modernizuar të Vlorës. Këto dy lokacione kanë diçka të përbashkët, se çka kanë të përbashkët e mësojmë në materialin në vazhdim, por para se të shkojmë tek materiali dhe tek reportazhi i përgatitur, unë ju njoftoj që këtë ambient kaq të bukur e ka siguruar dhe është munduar ta bëjë në mënyrën më të mirë të mundshme Sezon Dekor, të cilin e gjeni me dy zyra në dy lokacione të ndryshme në Prishtinë dhe në Tiranë. Ju që jeni në Tiranë, pak a shumë nuk ju duhet shumë në fakt që ta përgatisni kështu një ambient të tillë, ndërsa juve në Prishtinë që nuk e keni detin, e se keni bashkë me mua sepse as nuk e kam atje, ju nevojitet një ambient i tillë për të sjellë pak freski, pak verë në ambientet ku ne jetojmë. Pra, faleminderit Sezon Dekor, e ndjekim materialin dhe rikthehemi me peshkun e nxehtë. Në marketet to go të IP Petrol ju mund të gjeni gamë të gjerë të produkteve, qoftë për udhtim, qoftë për shtëpinë tuaj, po ashtu ka produkte për shtëpi, por ka edhe produkte për veturën tuaj, nëse doni me marr ujë të xhamave ose shampon për xhama, kur doni me udhtu, sepse kjo nevojitet më shumti, ose doni me marr ujë për vete, ose ndonjë ëmbëlsin, ose çka do që doni, i gjeni në to go, marketet to go të IP Petrol. Vazhdojmë të eksplorojmë Vlorën dhe sot kemi ndruar destinacion. Kemi ardhur në një vend i cili më shumë është i shenjtë se sa turistik. Bëhet fjalë për manastirin e Zvërnecit, një vend i cili po ashtu ka shumë histori. Se çfarë ka për të na treguar ati Joni Tereziu, do të na tregoj vetë ai i cili po na pret të porta. Shkojmë. Mirëdita. Mirë se erdhët. Atë Jani Tereziu, si jeni? Në shëndet. Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Faleminderit shumë. Kishim shumë kurreshtje për të pa nga afër manastirin e Zvërnecit edhe na intereson shumë historia e këtij vendi, e këtij manastiri. Ndodhemi në një vend të shenjtë, fetar dhe shpirtëror, me një histori shumë të ngjeshur. Dhe fillimisht fillojmë nga emri. Fjetja e Shënëmërisë
në manastir është në Zvërnec, në lagunën e Nartës, sepse këtu jemi në ishull. Rreth nesh është laguna e Nartës, e cila në mes të saj ka dy ishujt, ishullin e manastirit që është Kisha me manastirit dhe një ishull në krah që është një ishull më i vogël, po është i pabanueshëm dhe atje nuk ka në një gjë tjetër. Kisha është një kish bizantine e stilit me kupol dhe me kryq, nga të rrallat stilit tillë i ndërtuar. Mendohet që të jetë ndërtuar rreth shekullit të 12-14, por ka dhe versione të tjera, të cilët mund të jetë edhe me shekullin e 7 deri te 9 gjithmonë mbas Krishtit. Së pari njëherë, qëllimi dhe arsyeja parësore e çdo manastiri dhe çdo vend të shenjtë është ofrimi tek njerëzit jeta shpirtërore, qetësia, besimi, dashuria dhe paqja. Dhe ky manastir ka funksionuar me murgjër deri nga fillimet e shekullit të 19. Pastaj me largimin, me lëvizjet e toponimeve të njerëzve dhe të jyshve, filloi të administrohesh nga dy kishat lokale që janë dy fshatrat, që faktikisht është njëri nga ta është 100% greqisht folës, Narta, dhe Zvërneci pjesërisht greqisht folës Zvërneci. Dhe administrohesh nga kishat lokale në fshatat afër manastirit. Por gjithsesi, nuk e ka humbur asnjëherë roli kryesor, rolin e saj shpirtëror dhe fetar. Unë pash që këtu kishte edhe vizitor, është e pashmangshme dhe gëzohem shumë që ka interesim për të ardhur, për të marrë informacion, edhe për të kuptuar se çka e karakterizon këtë manastir. Preket një temë shumë delikate. Për fat të mirë, ky vend është një nga dy pikat kryesore të Vlorës më të vizitueshmet. Kalaja e Kaninës, si dhe manastiri këtu në Zvërnec. Megjithatë, jemi munduar gjithmonë me tolerancën tonë, me mundësinë tonë që të shmangim vetëm ekstremitetet. Por ama, edhe ai që ka dëshirë për të ndezur një qiri, se kemi prerë vullnetin dhe dëshirën, por gjithmonë duke respektuar edhe këtë vend të shenjtë, sepse në fundit mbetet një vend i shenjtë dhe i bekuar. Ta japi një mesazh më konkret për gjithë ata që shohin këtë material. Dhe ata që dikur janë nis për të pa vetëm pjesën turistike dhe ta ndryshojmë, ta bëjmë në atë që është në të vërtetë. Unë me gjithë shpirt uroj që të vinë ta vizitojnë, të vinë të falen për problemet e tyre, se faktikisht jeta jashtë këtij manastiri është e vrrullshme, me probleme, me sëmundje, me gjëra më që po jetojmë tashmë me luftën dhe në Ukrainë, të vinë ta vizitojnë, por duke respektuar këtë vend kaq të shenjtë. Sepse jo në çdo vend shkojmë me të njëjtën veshje, me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën dëshirë, me të njëjtin sens. Në pamundësi, dakord, do të bëjmë edhe neve një tolerancë, por jo pas jemi në rregull sot, kam ardhur në rregull. Tani nuk hyra privatisht, do të hyra privatisht. Është e përbërë kisha nga pjesa kryesore, nga hierorja e shenjtë, që është altari i shenjtë, dhe e ndar nga pjesa e kishës me ikonostasin. Siç është brenda, ka qenë e gjithë kisha. Afrohu kamera nëse doni që të merrni pamjet e brendshme. Këtu jemi në pjesën më të shenjtë të kishës. Këtu nuk lejohet të hyjnë. Këtu vetëm prifti apo jo? Kleriku dhe ndihmësit e tij që janë vetëm meshkuj. Femrat nuk lejohen të hyjnë brenda. Dhe nga kjo portë ku jemi bashk, hyn vetëm kleriku i veshur me stolinë e tij, jo siç jam unë tani për shembull. Kurse nga dera anësore hyn kleriku dhe ndihmësit e tij meshkuj. Megjithatë, ky është ikonostasi. Edhe në çdo kish të keni parasysh, vendosja e ikonave ka një stil të veçantë. Në krahun e djathtë, si shohim, kemi Krishtin. Në krahun e majt menjëherë nënën e tij, Shën Marin. Në krahun e djathtë të Krishtit të Shën Joan Pagzori, nuni i Krishtit. Dhe në krahun e Shën Maris, menjëherë, po të shikoni këtë dhe po të keni këtë sens, këtu është fjetja Shën Maris, ikona e Shën Maris. Mund të jetë Shën Nikolla për shembull. Shenjtori që kisha mban emrin. Derisa po bisedonim, prakisht, para se të fillojmë xhirimin me kamerë, përmendet Marigonën. Po. Kjo është një temë pak delikate. Megjithatë, kanë caktuar që një varr nga varret e shumta që kanë në manastir, që kanë shërbyer dhe kanë ndihmuar në këtë manastir, rand dakord se mund të jetë vari Marigos.
Besoj se e përmblodha. Besoj se tash bëni ndonjë foto në një gjë dhe vazhdoni vetë gjërat tuaja. Hajde Tereziu, faleminderit. Unë ju falenderoj. Gjithë të mirat. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Një tjetër atrakcion i Vlorës është edhe qyteti i vjetër, i cili është restauruar dhe është shndruar në një qytet të vjetër, por modern. Paraprakisht në destinacionin që lam pas, vizituam manastirin e Zvërnecit dhe mësuam se atje është varri i Marigonës, ndërkohë në këtë pjesë të qytetit shihet se këtu, në këtë shtëpi, Marigona ka qëndisur flamurin kombëtar të cilin Ismail Qemaili e ka ngrit në Vlorë. Përshëndetje, faleminderit shumë, faleminderit. Dhe në fund të ditës besoj e meritoj një kafe e jashtëzakonshëm. Shime! E po, për kalciumin kapaku gjithmonë është i hapur. E për ne? E kush do t'u thoshte jo proteinave? Gushto, brenda po vjen vitamina D dhe omega 3. Të gjitha të mirat e peshkut janë renditur si sardele në konservë. Vetëm peshk, krip dhe vaj. Eva dhe Mirela Satelit. Porti, shpit babës. Baba këtu. Lashko. Ju që doni me nis ditën shpejt. Juve që ju shkon puna vaj. Ju që keni të rash gjellën ka hmot. Që na mësuat t'jemi të zot. Për ju që dini me ambëlsu. Mirë e mirë me t'hollu. Që kërkoni të merrni më të mirën për ju. Melodi e shpejt, shtrihet si lek. Melodi e shpejt, që po më mbush në jet. Vaj Vloj, gatuaj me më të mirin. Mos i le kursimet me nejt, fito edhe tu flajt. Afatizo deri në 3 vjet dhe përfito normë interesi deri në 2.1% dhe jo vetëm. Fito edhe gift card në siguri prej shtëpis. Banka Ekonomike, plotësisht vendore. Prej sot, Kerry Full e barku plot. Pika më e re në Arlat nga IP Petrol dhe Hap's Fried Chicken është ndalesa e fundit për me hangër e me pi, se s'ki kunalisht deri në Shqipni. Tash e tutje kur niseni për rrugë, s'keni çka mendoni për derivate e ushqim. IP Petrol ju ofron zbritje për derivate e Hap's Fried Chicken, shumë oferta me shije të mrekullueshme, ku për herë të parë edhe shërbimin drive-thru e edhe Hap's Bakery. IP Petrol dhe Hap's Fried Chicken. Sezon dekor, unik në çdo produkt. Kompletoni ambientet tuaja, hotele, pishina, me produkte të veçanta, bambu, ratan, çadra me thurje, karrige, shezlong,
Gjithë se cili gjen stilin e tij. E jani na vizitoni dhe do gjeni atë që ju ka munguar. Sezon Dekor në Magjistralen Prishtinë Ferizaj, kilometri 5. Çdo ditë, ti do që ti bësh gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme. Të biesh në sy, të gatuash darkën, të eksperimentosh, të kursesh kohën, të kalosh kohën, të kapësh momentin, por gjithçka ne themi hajde. Jemi këtu që ti bësh gjërat akoma më mirë. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Nëse jeni duke kërkuar për bukurina tërore dhe mikpritit të ngrohtë, plot me energji, freski, diell, shkëlqim, bëni zgjedhje të natyrshme. Green Coast Resort and Residences, mundësia e artë për pushimet tuaja verore. Rezervo në 069 20 45 433. Ka edhe shumë vende tjera të bukura, të cilat përmes peshkut të art do t'i sjellim tek ju, vetëm keni durim, na prisni çdo javë që sjellim nga një lokacion të ri. Gjithsesi, unë dua të falenderoj edhe disa partnerë të tjerë të peshkut të art. Është Automita, e cila na ka siguruar një Nissan Qashqai, me cilin po udhtojmë në mënyrën më komode të mundshme dhe po vizitojmë lokacione të ndryshme. Nuk ka lidhje nëse është Kodër, nuk ka lidhje nëse është Rafsh. Ne jemi komod në veturën Nissan Qashqai. Faleminderit Automita. Ndërkohë, Banka Ekonomike është banka e vetme me kapital 100% vendor që 21 vjet në treg për të gjithë shqiptarët që dëshirojnë të transferojnë mjete nga Zvicra përmes Bankës Ekonomike, provizioni është 0%. Kjo është fantastike. Këto transfere mund të realizohen duke u kyçur në platformën elektronike të Post Finance. Banka Ekonomike me të vërtet mendon për ty, për mu, për gjithë. Faleminderit Banka Ekonomike. Atëherë, Stine, nëse je i gatshëm, do të fillojmë pa humbur kohë me peshkun e nxehtë. Me pyetjet e nxehta. Okej. Cila është gjëja më e bukur që e ke bën jetë? Që jam bë baba. Okej, e prita këtë përgjigje. Është më e bukur. Unë kam bërë shumë gjëra të bukura, në fakt, po kjo është finalja. Për çfarë arsye kishe dashur me kthy kohën? Kur them me kthy kohën, them rinin, kohën e gjimnazit ose shkollës mesme, çdo që ju e quani dhe keni qenë. Domethënë, okay. Domethënë pyetja është tjetër gjë, po do ta ktheja diku tjetër. Po ta dija domethënë që ishte kaq e bukur ti je prind dhe ishte bërë shumë më herë. Oh. Ama jo në atë kohë. Jo në gjimnaz, pra ne thash, unë do të them një gjë tjetër. Okej. Ose në gjimnaz do ktheja, do doja shumë të isha dhe aty afër bankës, ke bankat e shkollës, sepse kur isha në shkollë, mezi thoja të mbaroj kjo të rritem pak më shpejt, po tani që jam rrit, se do doja të isha dhe në atë kohë, të mos kisha asnjë lloj problemi në kokë ose asnjë lloj stresi, e ke idën, se jeta sa më shumë rritesh është më shumë probleme të shtona. E kuptoj. Do doja ti domethënë ta kisha trunin dyst, e trija me ato shokët e mi kot kështu. Kë zgjedh në mes të shokut ama të ngushtë edhe vllaut ama të vështirë, që s'ke çka i bën se e ke vlla. Nuk ka të mesme, se unë i kam të dy. Kam edhe shokun e ngushtë mirë, po edhe vllai problematik. I kam të dy. Domethënë jetën time i kam të dy dhe pa të dy versione nuk do isha këtu ku jam. Bashkëpunimi i mirë deri tash? Gjitha bashkëpunimet kanë qenë të mira, po do veçoja me Dr. Florin dhe Aurelia Gaçën. Është bashkëpunim që për mua do të thotë shumë, edhe
Në gjithë albumin është gjëja më e bukur që mund të kem bërë një moment, sepse ishte Bën kaq të bukur. Ama një element. është doktori. Okej. Doktor Flori është Me arsye. Domethënë doktor Flori është një nga djemtë që ka filluar karrierën po thjesht në një kohë, ka më herët edhe është ikon që ngelet në Shqipëri. Për gjitha këngët që ka bërë dhe për këngët edhe për tjerët, edhe për veten, edhe për grupin e vet. Do të pata fatin që pata një vokal incizum që para se ai të ndrotë jetë, kështu që është shumë e bukur, shumë e bukur. Thjesht një vokal, domethënë, një shoku që e cili nuk jeton më. Për çfarë të vjen keq në jetë? Keq? Që koha e rinis ka kalu shumë shpejt. Ja, s'm vjen keq pra asgjë, nuk ka se kam një merak. E kam shiu edhe maksimum. Është e shkurt se ma nxorë edhe një pyetje. Çka të mbet merak në kohën e rinis që nuk e arrite që tash asgjë s'po ngjet merak, thjesht rinia është e bukur. Vjen keq që nuk e ke kohën. Rinia është e bukur shumë, domethënë rinia është pa vetëm Zoti vetëm një herë bën naiv në jetë. Dyra nuk je dot naiv. Edhe rinia e ka naivitetin maksimum. Bashkëshortja këtë pjesë do të aludojnë diçka tjetër. S'ka që do maj më rinja 10 minuta, pasi do pajtohen prapë. Mirë, pas keni fatë se shkurte pas këtë më rinë. Jemi edhe bashkëshor, po jemi edhe shok të mirë. Sa mirë. Okej, kujt do t'i kërkonit falje publikisht dhe pse? Falje publikisht? Po. Vetëm në nënstime që si kam dhënë më shumë kohë. Unë i kam dhënë shumë kohë në nënstime, po do duhet t'jepem më shumë kohë, se e meriton, është dashuria e parë e një djali. Cilin pushim e zgjedh parin, me dosta, shok, miq apo me bashkëshortën? Varet nga vendi, po të shkoja në Kuba me dosta, po të shkoja në Maldive me bashkëshortën. Okej. Qysh është një pushim ideal për ju? Ose, çka do doni brenda një pushim? Ideal. Ideal, tamam. Pa telefon. A mund të qëndroni pa telefon? Do të rish, pra, që ta shijosh pushimin maksimum. Po ne dhe me telefon dorë kënges. Sa gjatë kishe mujt me qëndru në pushim pa telefon? Po ne të 3 ditë, ne rri dhe 1 muaj, s'është problem fare. Adaptosh pastaj? Absolutisht po. A mbani kafshë shtëpiake? Po. Çka? Qen, mace? Qen ka një korsa. Gjithmonë. Me këtë ngjyrën e kësaj bluzës është kamuflazh. Okej. Ngjarja më e bukur deri tash. Ngjarja? Po. Çfarë signifikon ngjarja? Le jetës sonde. Ngjarja më e bukur. Ndodhi moment. Ka shumë. Ama ndaje një. Vetëm një na duhet për një pyetje. Okej. Ngjarja më e bukur. Ose e lëm për në fund të Ngjarja më e intervistës. bukur është që u ktheva në Shqipëri, që vazhdova karrierën e muzikës. Unë isha ushtar. Unë jam regjistruar ushtar në Gjermani, se kam jetuar 8 vjet në Gjermani. U regjistrova ushtar se ishte koha e 11 shtatorit, po. Shëndodhe punë Amerikës, u regjistrova ushtar. E kalova me provën perfekt. Okej. E kisha 3 muaj kohë të mendosha që derisa të betosha. Po të betosha përse s'kisha kthim prapa. Edhe vin në Shqipëri. Unë i pata bota këngë për shefin tim, jo me idenë që do bëjmë këngëtar, edhe t'ja ku jemi Stina, s'do ishim njohur bashkë tani. E provove jetën e ushtarit apo vetëm i kalove testet? Kalove testet edhe kisha kohë 3 muaj që kur të kthehesha do betosha dhe vazhdosha jetën e ushtarit dhe s'do ekzistonte Stina si më thënë. Nuk e pas kam ditë këtë pjesë. Asnjë se. Mirë që e tregove, faleminderit. Po të kishe mundësi, do të kishe dashur të? Mos ndryshoj asgjë nga çka ka ndodhur tani. Okej. A i ke rregulluar raportet me ata cilët dikur nuk i ke pas në rregull? Po gjithmonë kam ditë edhe të rregulloj, edhe të prish edhe të rregulloj. Çka e karakterizon Stinën? Qetësia. Në çfarë forme i zgjidh problemet? Po qetësi. Cila Stinë e vitit i pëlqen Stinës? Vjeshta. Vjeshta? Kush është personi më meritor për sukseset e tua? Meritor, që do thot? Dikush që të ka ndihmu me arrit këtu ku ke arrit sot. Personi? Po. Prindit e mi? Janë 2. Kujt t'i ngjan vajza, nënës apo babait? Fatmirësisht, edhe fatmirësisht mu. Se fatmirësisht? Edhe mamit vetë ngjan, sepse edhe ajo ka marrë shumë edhe nga Graciela, po Okej. mu më ngjan ke tiparet, do të thënë edhe çdo gjë e ka si unë. Kurse tipin e ka si Graciela. Mirë, çfarë ju nervozon Stinë? Më nervozon kur më zgjon nga gjumi. Gjumin e du shumë. Dhe kur më përsërisin njëtën gjë 2 herë, 3, 5, 10, s'maj mo. Çfarë ju bën të lumtur? Mos më zgjon nga gjumi? Jo, lumtur më bën thjeshtësia, gjërat e thjeshta. Çfarë nuk do të mund të bëje kurrë në jetë? Të shitesha për lek. Sa bëj dot.
Sine, faleminderit shumë për secilën përgjigje, faleminderit për prezencën dhe Faleminderit për juve kohën për që ndave me ftesën, ne. ishte kënaqësi edhe pushime të mbara. Besoj pas kësaj interviste të nxehtë duhet ham diçka sepse e kemi mundu vetën, apo jo? Do të thajmë edhe do bëjmë plazh edhe nesër. Kuzhinieri nga restorant Marina ka përgatit një recetë. Lutem na e sjell pak sepse duhet ta shijojmë. Absolutisht po. Sajmir Hoxha është kuzhinieri që sot ka përgatit një pjatë të freskët për mbas një interviste të nxehtë, një fileto lavraku shoqëruar me një sallatë mesdhetare, me sardelet e Evës. Po një duar tokiti. Duket e jashtëzakonshme. Shpresoj që nuk është ftohtë, derisa ne kemi realizu peshkun e nxehtë. Na i sjell edhe pirunat, lutem. S'ka më pyetje të nxehta, s'ka më marrë. Jo, nuk ka më. Tash mundesh me hongër lirshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Një bëft mirë. Faleminderit, lumshin duar. Atëherë ne po ham, po e shijojmë recetën. Ndërsa unë ju përshëndes me një tjetër material nga Albanian Adventure, të cilët do të na sjellin një aktivitet të jashtëzakonshëm, edhe një herë e falenderoj shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Mos harroni na shkruani në Instagram dhe Facebook tek Peshku i Art për të na dhënë kritika, pse jo, dhe sugjerime nëse keni. Faleminderit shumë, shihemi javës tjetër. Natë mirë. Ky emision mundësohet nga Podravka.